ashtu në drejtim të rreth rrotullimit. Kena më shku për Mitrovicës së daljen e 4. Tash fillimisht nëse për vrejnë është vetëm një shirit për hyrje, ndërsa në rreth rrotullim janë 3 shirita. Fillimisht kena më kyç në shiritin e parë. E japëm treguesin edhe kalona në shiritin e mesit. Shiriti i parë përdoret nëse na kena me dalë në daljen e parë ose në daljen e dytë. A kemë thënë shtë Lorian? Shiritin e dytë e mojna për daljen e tretë, daljen e katërt, ose edhe nëse ka dalje tjera ma shumë. Ndërsa shiritin e majtë e përdorën për rreth dhe plotë dhe këthim gjësëm rrethore. Tash na kena me shku në daljen e katërt. Një shpjegim të vogël se çka është dalja. Momentin që hym në rreth rrotullim, mundësia e parë për me dalë për rrethit është dalja e parë. Hajde, shkoj dalja e parë. Pastaj kena daljen e dytë në drejtim të qendrës së Prishtinës. Vazhdojna nëpër shiritin e mesit. Kjo është vetëm hyrje në gjithë Dërlan apo? Ndërsa kjo është dalja e tretë. Na kena me dalë në daljen e 4. Me dalë në daljen e 4 janë 2 mundësi. Fillimisht kena me një mundësien e parë, pa jena në shiritin e dytë. Pa vazhdojna na për shiritin e dytë. Këqemi në trokën. E japëm treguesin për dalje, e përcjell anën e djathtë, edhe kyçëm në shiritin e dytë. Domthonë nga shiriti i dytë në shiritin e dytë. Vazhdojmë e përcjellëm vijën e plotë. Momentin kur të fillon vija të ndërprehet, atëherë japim treguesin, pasqyrën, kundin e vdekur edhe kalojmë në shiritin e djathtë. Arsyeja pse po kalojmë në shiritin e djathtë është sepse me rregullat e Republikës së Kosovës vizitja lejohet vetëm në shiritin e djathtë, ndërsa shiriti i majtë përdoret për anashkalim, te kalim dhe brenda qytetit për arrestim.